Vaj të nxehtë në vesh dhe më pas e ka ngroposur në kasollën e baktive. Ky ka qenë skenari i një tjetër krimi të zbuluar në familje. Punueset në bashkëpunim me njëra tjetrën kanë vrarë dhe më pas e ka ngroposur vjerën e tyre, Naime Suka, 67 vjet, për të humbur gjurmët e krimit. Ngjarja e rëndë që tronditi opinionin publik ka ndodhur në fshatin Opeshtë të Peshkopis dhe dyshohet se krimi ka ndodhur që prej të martës së kaluar. Ndërkohë në pamje shikojmë edhe kasollën e baktive, ku 67 vjeçarja është varrosur nga nuset e saj. Sipas policisë, ka qenë nusja e shtëpisë, 30 vjeç, ajo që ka vrarë 67 vjeçaren dhe më pas e ndihmuar nga kunatat, e kanë varrosur në kasollën e baktive në një grop rreth 1,5 metra. Të tronditur nga ky lajm, vëllai dhe motra e Naime Sukos tregojnë për Anjo Report momentin kur morën lajmin e hidhur. Ata pohojnë se mes nuseve dhe vjerrës kishte vazhdimisht konflikte, ndërsa i bëjnë apel instancave shtetërore që të zbardhë sa më parë këtë krim. Pelle falsë di, mund të nga vdekë se kjo i nosën time, na ime, kolla, ajo ishte në shpa, se s'ti e shpa. Një drim të thellë, me morën vesh nga telefonata që bëmë është hume, o bra, është dëmë të ja to gjithë më këfamën gruposme. Suar gjë? Nuk vedim akoma, asë një gjë, se ku është ato. I kanë qenë marrëdhëniet me të dy arrejat? Allaj, pak e shumë kanë qenë, me që shumë mirë. Është grupos nga 1 a 2 a 3 vetë, nga ligji kërkejmë që të talë se më shpet të vërtet. 30 vjeçarja është vetë dorëzuar në polici ku ka bërë edhe kallëzimin e krimit. Ngjarja ka ndodhur në kushtet kur djemtë e viktimës, njëkohësisht edhe bashkëshortët e nuseve, ishin në emigracion në Greqi. Ende nuk është konfirmuar nga policia, por mendohet se gjithçka ka ndodhur pas një konflikti për motive të dobta. Policia ka mbërritur në vendin e ngjarjes ku ka bërë të mundur nxjerrjen e trupit nga gropa e hapur në kasollën e baktive. Pas ekspertizës mjekoligjore u konfirmua se e moshuara është vrarë me vaj të nxehtë në vesh, ndërkohë policia po punon për zbardhjen e mëtejshme të ngjarjes.